O vllai dashur musliman, Allahu Azza wa Jall hidhrohet kur krijesa, robi i tij i drejtohet dikujt tjetër dhe i lutet dikujt tjetër dhe harron Allahun Azza wa Jall. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa baraka ala nabiyyihi al-Mustafa wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahun e madh falenderojmë, atë xhalla xhalalu adhurojmë, prej tij ndihmë, falje, mëshirë kërkojmë. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe trima, dhe mbi të gjithë ata të cilët pasojnë dhe ndjekin dhe trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtar, shpeshherë njerëzit apo robërit e Allahut Azza wa Jall i godasin sprova të ndryshme, lodhje të kësaj botës, raskapitje, mërzi, ndonjëherë sprov edhe në pasuri, sprov në fëmijët e tyre, në evladët e tyre, sprov në punën e tyre. Dikush nuk gjen punë, e dikush tjetër nuk gëzon respekt prej familjarëve të tij, e kështu me radhë, sprova të ndryshme të kësaj bote. Megjithatë, njerëzit shpeshherë e gabojnë rrugën. Shpeshherë njerëzit e gabojnë adresën e duhur se ku ata duhet që ta kërkojnë zgjidhjen. Shpeshherë e harrojnë krijuesin e tyre dhe drejtohen, apo shpeshherë zemra e tyre anon tek krijesat, ai i cili nuk ka pasuri, shpeshherë është fukara, shpeshherë mendon të gjejë ndonjë njeri të pasur që t'ja çan hallin atij, e ai pastaj shpreson prej tij që t'i ndihmon. E harron Allahun Azza wa Jall, harron krijuesin absolut, e harron ai i cili prej emrave dhe atributeve të tij të larta është Ar-Razzaq, është furnizuesi. Allahu Azza wa Jall për të gjitha këto probleme na ka treguar dhe na ka thënë: thuaj Muhammed, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Thuaj Muhammed, kur të pyesin ty robërit e mi për mua, unë jam afër tyre. Pra Allahu Azza wa Jall nuk i tha thuaj o Muhammed unë jam afër tyre, po tha jam afër tyre. Pra Allahu Azza wa Jall është afër ti dhe i ndëgjon lutjet e ti dhe i ndëgjon kërkesat e ti. Mirë po vetëm ka nevojë që ky të drejtohet drejt Allahut Azza wa Jall, ta shkëput lidhjen me krijesat dhe ta lidh fort lidhjen e tij me krijuesin. Për çdo gjë që ka nevojë t'i drejtohet Allahut Azza wa Jall. Prandaj tha Allahu Azza wa Jall, kur të pyesin robërit e mi për mua, unë jam afër tyre. Ujibu da'wata da'i idha da'an. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai mua më thërret, kur ai mua më lutet. Pra Allahu Azza wa Jall të përgjigjet. Pse atëherë ti drejtohesh drejt krijesave ku ata ndoshta nuk e dëshirojnë fare takimin me ty, apo ndoshta lutja e madhe e tyre, kur ti u lutesh atyre shpeshherë dhe drejtohesh shpeshherë troket në dyert e tyre, ata mërziten, ndonjëherë të thuan se nuk jemi këtu, ndonjëherë tjetër nuk ta çelin telefonin, ndonjëherë tjetër e ndrojnë rrugën kur përballen me ty drejt për drejt në rrugë, e ti përsëri vrapon pas tyre në vend se të vrapojsh drejt Allahut Azza wa Jall me lutjet, me pendimin tënd dhe me sinqeritetin tënd të madh, dhe të lutesh Allahut Azza wa Jall që me të furnizu për atë të cilën ti ke më shumë nevojë. Prandaj Allahu Azza wa Jall tha: "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun."
E po mirë o vëllezër, Allahu Azza wa Jall në përfundimin e këtij ajeti na tregon se nëse don që Allahu Azza wa Jall të përgjigjet tyje, atëherë paraprakisht një herë ti duhesh me ju përgjigj Allahut Azza wa Jall. Pra Allahu Azza wa Jall të ka thirr që vetëm Allahun Azza wa Jall një të pashoq të adhurosh. Allahu Azza wa Jall të ka thirr që ti ati namaz t'i bësh. Allahu Azza wa Jall të ka thirr që ti zeqatin t'a japsh. Allahu Azza wa Jall të ka thirr që ti muajin e agjërimit t'a agjërosh. Allahu Azza wa Jall të ka thirr që nëse ke mundësi në haxh të shkosh. Pra Allahu Azza wa Jall thot përgjigj mua ti, së pari Allahu Azza wa Jall do të përgjigjet ty. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Thot Allahu Azza wa Jall let më përgjigjen dhe let më besojnë. Atëherë Allahu Azza wa Jall do t'i vendoj këto njerëz në rrugën e drejtë. Ka për t'ju udhëzuar Allahu Azza wa Jall, ka për t'ju ndihmuar Allahu Azza wa Jall. O vëllai dashur musliman, Allahu Azza wa Jall hidhrohet kur krijesa, robi i tij i drejtohet dikujt tjetër dhe i lutet dikujt tjetër dhe harron Allahun Azza wa Jall. Prandaj thot një poet, la taqsidil makhluqa wa rabbuka aqrabu. Asnjëherë mos u drejto drejt krijesave, nga se Zoti yt është më afër ty. Wa man qasada al makhluqa la shakka yat'abu. Ai i cili thot shpesh herë drejtohet drejt krijesave me lutje, shpesh herë ju nënshtrohet krijesave, me të vërtet thot nuk ka dyshim se ky një ditë do të lodhet. Pastaj thot la tas'alanna bunayya adama hajatan wasali alladhi abwabuhu la tuhjabu. Thot mos i kërko birit të Ademit asgjë për asnjë nevojë, mirë po lutja atij i cili dyert e tij thot nuk mbyllen asnjëherë, në dyert e tij nuk ka perde asnjëherë, në dyert e tij nuk ka rojtar asnjëherë që të pengon sikurse te mbretërat e kësaj dunjaje apo te ministrat e kësaj dunjaje, nëse do në takimin me ta duhesh njerë të përballesh me rojtarët, e pastaj ku ta diun e tjerët çka janë me rend përderisa më mbrite aj shumë lodhje dhe shumë raskapitje. Mirë po te Allahu Azza wa Jall shumë kollaj e ke, vetëm drejtoje zemrën tënde, bjeri në sejdë dhe lutje Allahut Azza wa Jall, ta ai duaja jote shkon pa perde dhe pa pengesa. Pastaj thot poeti vazhdon dhe thot Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allahu Azza wa Jall hidhrohet nëse ti e len lutjen dhe nuk i lutesh Allahut Azza wa Jall. Wa bunayya Adama hina yus'alu yaghdabu. Ndërsa biri Ademit kur ai shpesh lutet, pra nëse i lutesh njeriu shpesh i troket në dyert e tij, ku me ditë sa njeri i mirë me qenë, ndonjëherë hidhrohet, ndonjëherë lodhet. Andaj o vëllezër, ti drejtojmë zemrat tona drejt Allahut Azza wa Jall. Ti lutemi vetëm atij për nevojat tona. Ti lutemi atij që Allahu Azza wa Jall të na jep prej pasurisë në të cilën pasuri ka hajër dhe bereqet. Lutemi Allahun Azza wa Jall që të na jep evlat të hajrit, bashorte të hajrit, shoqëri të hajrit, pasuri të hajrit, punë të hajrit ku Allahu Azza wa Jall është i kënaqur dhe mos të vrapojmë pas kësaj dunjaje qorrazi. Allahu u shpërbleft, Allahu ju nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.